Unë quhem Fisnike Bekteshi Shaqiri. Jam profesoresh universitare në Universitetin e Tetovës, tashmë 10 vite. Jam e martuar dhe nën e një fëmije. Jam krenare që jam një nga 58 gratë nga gjithsej 120 kandidatët për deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim në këto zgjedhje parlamentare. Unë jam pjesë e 118 kandidatëve të rinj të Bashkimit Demokratik për Integrim në këto zgjedhje, të cilët asnjëherë nuk kanë ngaruar më herët. Kjo do të thotë që 98% të kandidatëve të Bashkimit Demokratik për Integrim janë të rinj dhe 49% janë gra. Kjo është BDI-a e së nesërmes që do të siguron të ardhmen. Jemi krenar, të jemi kandidatët e parë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, të cilat kanë kaluar proces të vetingut partijak si politik, të cilën BDI e kërkon me këmbëgulësi për të gjithë bartësit e funksioneve publike, gjykatësve dhe prokurorve. 100% me veting, 98% me fytyra të reja, 49% gra në lista tona. Nuk jam vetëm numra, po janë arritja monumentale në skenën politike në vend dhe një premtim dhe garancë për një të ardhme të sigurt. Ardhmja e sigurt.